Shkolla po afron, gjua në thret, edhe pak në borët e shkollave do mbushen përsëri me zëra fëmijësh, me çanta me supe, me libra të rinj dhe ata me emocion, përcjellin si çdo fillim viti për fëmijët tanë që rriten në Greqi, mes dijeve që do marrin ka një mësim që nuk duhet mungohë gjua shqipe, gjua e familjes, kujtesës dhe rrënjëve të tyre, se kudo ku ka shqiptarë në diasporë. Fëmijët tanë klasin greqishtën, thuhet në njoftim të shoqatës së mësuesve, mësojnë shumë gjuhë të huaja, hapen natyrshëm ndaj botës, por ne duam që të kenë një botë të madhe, të hynë duke mbajtur me vete edhe gjuhën shqipe, sepse të mësosh gjuhën e prindërve dhe gjyshërve nuk e mbyll me një identitet, të pasuron me një tjetër. Kështu pra lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi vazhdon regjistrimet për vitin shkollor 26-27 nga Athina në Selanik, nga Kreta në Lesbos, në shumë qytete e zonat të tjera të Greqisë. Në këto klasa fëmijët nuk mësojnë vetëm të lexojnë në shkruajnë shqip, ato takojnë historinë, kulturën, traditat, këngët, festën, trashëgiminë tonë kombëtare.